Minë si një reagim dhe një kërcënimi që ka ndodhur ndaj presidentit rus Vladimir Putin, nëse të kujtohet një javë më parë në mos gaboj. Sa bindes e shek këtë argument? Atëherë, çështja qëndron që të gjitha palët tregojnë versionin e tyre të historisë. Fillimisht le ta ilustrojmë me faktin që kur u hodh në erë Nord Stream, të gjithë filluan të vinin gishtin drejt Rusisë, thoshin që rusët të hodhën vetë në erë Nord Streamit. Së fundi ka dalë që aktualisht Ukraina si SBA dhe NATO e hodhën në erë Nord Streamit. Por para 3 vitesh, gjithë propaganda mediatike, gjithë retorika ishte shumë ashpër dhe gjithë thanë që Rusia kërkon provokime për të vijuar më tej sulmin në Ukrainë dhe për ta eskaluar në Evropë. Sot këto dekreta kanë rënë poshtë. Që sheta gjithë duke ndodhur. Rusët pretendojnë që ka pasur një sulm drejt rezidencës shtetërore të presidentit Vladimir Putin prej Ukrainasve. Pala ukrainase ka hedhur poshtë, ka thënë që ne nuk e kemi bërë. Ata kanë treguar prova materiale të shpërthimit të diçka të anti-raketore ruse të vëna në funksion. Amerikanët vetë kanë thënë që me shumë mundësi mund të mos ka ndodhur, por nuk është 100% që kjo nuk ka ndodhur. Pra askush nuk e di se çfarë po ndodh. Dhe nëse ne sot do të bien në një gabim, do të cilin shumë media ran para 3 vitesh mbajtën thjesht një anë për arsye shtetërore, politike, ideologjike të tjerë, ka shumë fort mundësi që pas 1 viti, 2 vitesh, kur këto sërish kjo bisedë mund të bëhet, me thënë, a pati vërtet një sulm, pati krime nga ana e Ukrainës të tjerë, gjëja mund të dali që ka qenë krejtësisht e kundra, pra që mund të ketë qenë një sulm. Pra sot jemi në 50-50, nuk e di askush çfarë ka ndodhur. Pasi gjërat po ndodhin shumë shpejt. Ndërsa sa për sulmin dhe rrezikun e Evropës, Federata Ruse e ka bërë të qartë shpeshherë që ata nuk kanë as edhe një objektiv, qëllim ose plan projekt për ta eskaluar në Evropë. Pasi tregojmë të sinqert, nuk mundot që një vend me 150 milion njerëz të triumfojë kundër një vendi me 400 milion njerëz. Siç është Bashkimi Evropian, kontinenti i madh së gjithi. Rusia vetë bazohen avancimin e saj në Ukrainë në faktin që ka një suport për popullsisë vendase. Pra flasim popullsisë rusofolse, rusofile, ose thjesht rusë autokton në Ukrainë, që bëjnë gati 40-45% popullsisë. Por këta ata nuk e kanë në Poloni. Ata nuk e kanë në Çeki, nuk e kanë në Francë, nuk e kanë në Shqipëri. Ne nuk kemi popullsi ruse të tillë në Shqipëri, që mund të themi që ne kemi diku te 600.000 rusë, dhe kjo do të thotë që ne jemi të rrezikuar. Jo, nuk ka asnjë lloj rreziku në këtë aspekt. Me thënë një lloj eskalimi, bombardime gjatë të këtij lloji. Plus, ne dimë që nëse Rusia do të hyjë në Balltik, do të hyjë në Poloni, do të hyjë, nuk e di, në Finland, në çdo vend që mund ta marrim, ne kuptojmë që sanksionet jo vetëm që kanë për ta shkatruar ekonominë ruse, marrja e gjitha asjeteve ka për ta shkatruar ekonominë ruse, përgjithsisht izolimi i tillë, pasi Rusia ka kontakt me Evropën akoma, ekonomik vazhdon sigurisht, por ky kontakt ka për të prerë tërësisht, dhe madje Rusia do të humbi atë pak legjitimitet që ka sot në shumë vendeve, pasi një luftë për të mbrojtur trashëgimin ruso-ortodokso-slave në Ukrainë është dedikuar justifikueshme në kontekst nacionalist, gjeopolitike të tjerë. Për të ndaluar NATO-n, njëkohësisht është e njëjta gjë. Po kur ti avancon në territoret të NATO-s, kur ti shkon në vende të cilat ti ke 0% mbështetje, si Polonia për shembull, është 98-99% kundër. Çdo lloj marrëveshje, çdo lloj akreditimi, çdo lloj bashkëpunimi me Rusin. Pra si mund të vinë trupat ruse në Poloni të kërkojnë të kenë mbështetje të formojnë qeveri kukull të tjerë. Pra këto janë pak a shumë lojra, me thënë lojra fjalësh dhe propagandë mediatike. Pasi Rusia ka 4 vjet dhe nuk po arrin dot Ukrainën ta thyej. Me thënë që është një luftë proksi, një luftë që bëhet me mbështetje. Le të mos flasim për vende të cilat kanë ndjenja të forta patriotike si Polonia, Çekia, Slovakia, dhe luftën e ashpër që ato kanë për të bërë. Pra janë thjesht jo realistike si pretendime që kanë për të ardhur në Evropë të tjera. E qartë. Elenos, ka ana tjetër, goditja e infrastrukturës energjetike, ashtu si ne e dimë, në mes të dimrit ka qenë një taktike përdorur edhe më herët dhe përsëritur edhe më tani. Dhe duke marrë parasysh këtu edhe përfshirjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe sekuestrimin e anijes cistern ruse, a mendon se rrezikon tashmë ky zhvillim një përshkallëzim tjetër më të gjerë rajonal? Goditja e infrastrukturës energjetike është diçka që po vazhdon dhe ka vazhduar për 3 vite, nuk ka pasur një kontekst të madh eskalimi.
Ne të kujtojmë që në 2022 filluan që të goditeshin infrastrukturat energjetike të njëra tjetrës, si të Federatës Ruse dhe të Ukrainës, në kontekstin e konfliktit që ata kanë së bashku. Ndërsa nga ana evropiane, nëse Evropa ka ndihmuar Ukrainën me logjistik, Rusia nuk ka ngjitur më prapa me luftën e saj proxy, me anë të sabotazheve, me anë të njerëzve të cilët kanë bindje kundër qeverive të tyre, dhe që kanë ndërmarrë veprime të ndryshme për të ngadalësuar, paksuar ose stopuar ndihmën për Ukrainën ose operacionet e perëndimit Bashkimit Evropian NATO-s kundër Federatës Ruse. Pra nuk është diçka jashtëzakonshme. Plus në Rusi këto gjëra janë normale, është i vend shumë i madh, i madh në botë, me 150 milion banor, 190 minoritete, çdo lloj habitati natyror të tjerë. Pra nuk është se për ata edhe në kohë paqe ka pasur probleme infrastrukturore ose probleme meteorologjike të tjera. Plus Rusia nuk është një vend që ka qenë vetëm në luftë me jashtë, ata kanë pasur luftat e tyre brenda, lufta e Çeçenisë, sulme terroriste në Moskë, në 2024 patën një sulm terrorist në një qendër tregtare. Pra të gjitha këto kanë shkaktuar probleme, pakënaqësi në popull, probleme që edhe vinë natyralisht nga infrastruktura e vjetruar në disa zona të tjera. Pra, sulmet infrastrukturore nuk është se do krijojnë një ndryshim shumë të madh. Plus le të theksojmë faktin që si Ukraina, si Federata Ruse janë specializuar tashmë në riparimin e shpejtë të dëmeve. Pra, nëse një dëm ndodh, ata kanë gati planin se si do të operojnë, që mos kanë ndërprerje për ta riparuar në kohë shumë të shkurtër. Që të dyja janë perfeksionuar maksimalisht në këtë periudhë. Nëse dy vitet e para ishin akoma në Si e sheh Elianos përfundimin e kësaj lufte? Pra, a do të ketë lëshime të rënda territoriale nga ana e Ukrainës dhe kush do ta paguajë faturën më të madhe në këtë luftë? Atëherë, në Evropë sot po flitet shpesh ose po diskutohet për një plan projekt që është duke u hedhur shumë në tërësat e bisedimeve, që është konferenca e Jaltës. Siç e dim, Jalta ishte një nga 3 konferencat e mëdha të luftës së dytë botërore, pas Teheranit dhe para Potsdamit, e cila vendosi ndarjen e zonës të influencës midis 3 fuqive të mëdha, Bashkimit Sovjetik, Britanisë së Madhe dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. E njëjta gjë duket se po ndodh edhe sot në politika ndërkombëtare. Në një mënyrë të çuditshme, në Evropë kjo akoma vijon të shikohet me shumë skepticizëm, shumë vende janë kundër, duke qenë se historia ndodhi që ato të kalojnë në kampet që nuk ishin favorite për të qenë. Polonia, një vend katolik shumë pro-perëndimor, detyruar të ishte në bllokun lindor, ndërsa vende që kishin shumë marrëdhënie me Federatën Ruse ose vende që ishin, le të themi, në marrëdhënie të mira me shërbanet të tjerë, detyruan të shkputeshin prej tyre, si Rumania, si Jugosllavia të tjerë. Sot kjo duket si zgjidhja më e mundshme, një rindarje e zonave të influencës, ose ajo që quhet në politika ndërkombëtare regionalizimi. Pra, SBA do të ketë hemisferën perëndimore, siç e dim me veprimet e fundit në Venezuelë, rrëmbimin e presidentit Nicolás Maduro dhe e thënies hapur për presidentin Trump që ata nuk po kërkojnë ndryshim regjimi në Venezuelë, po ata po kërkojnë thjesht vajin e Venezuelës, resurset e Venezuelës, ata kanë për ta përdorur çdo mënyrë për t'i marrë ato, ndërsa në Ukrainë po ndodhet njëjta gjë. Sa të drejtë ke parë arrestimin e Nicola Maduros, Elqen? Si? Sa të drejtë ke parë arrestimin e Nicola Maduros dhe ndërkaq si e sheh edhe vazhdon e marrëdhënieve me SBA-n e Venezuelës? Rregullave ndërkombëtare, shkelje çdo kartë të OKB-s, pavarësisht se nëse Nicolás Maduro është diktator, është autoritar, kriminal me krime kundër njerëzimit, ai është presidenti legjitim i Venezuelës, i dal nga zgjedhje. Dhe ky veprim, ky lloj operacioni i tipit CIA ose i bazohet në doktrinën Monroe, është një